Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka themeluar zyrtarisht të njëjtën bordin e paqes, një strukturë e re diplomatike që fillimisht synonte të ndihmonte në përfundimin e luftës në Gaza, por që tashmë është zgjeruar për të adresuar sfida të tjera globale. Nisma ka ngritur shqetësime tek disa vende evropiane dhe partnerët ndërkombëtar, të cilët kanë frikë se ky bord mund të konkurrojë ose të dobësojë rolin tradicional të Kombeve të Bashkuara në diplomacinë globale. Gjatë ceremonisë së nënshkrimit, Trump u përpoq të zbuzë këto shqetësime, duke theksuar se bordi i paqes nuk ka për qëllim të zëvendësoj OKB-n, por do të bashkëpunojë ngushtë me të. Ai e cilësoi krijimin e bordit si një hap të përgatitur prej kohësh dhe deklaroi se shumë vende kanë shprehur interes për të bërë pjesë e tij. Sipas presidentit amerikan, bordi do të kryhet personalisht prej tij dhe do të merret jo vetëm në armëpushimin e brisht në Gaza, por edhe në çështje të tjera të rëndësishme diplomatike në rajon dhe më gjërë. Trump ka ftuar 10 udhëheqës botëror të bashkohen me këtë iniciativë, duke u paraqitur atë si një mekanizëm fleksibël për zgjedhjen e konflikteve. Megjithatë, disa aleat tradicional të SBA-s kanë shfaqur hezitim veçanërisht për shkak të kërkesës që anëtarët e përhershëm të kontribuojnë financiarisht me $1 nga $1 miliard. Disa vende kanë reaguar me kujdes, ndërsa të tjerë kanë refuzuar hapur ftesën. Në ceremoninë e prezantimit ishin të pranishëm përfaqësues të vendeve të shpallura si antar themelues, por mungonin përfaqësues nga fuqitë kryesore globale, si dhe nga Izraeli dhe autoritetet palestineze. Përveç SBA-s, asnjë nga antarët e tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s nuk është zotuar ende për të bashkuar. Rusia ka deklaruar se po studion propozimin, Franca ka refuzuar, Britania ka bërë të ditur se nuk do të bashkohet për momentin, ndërsa Kina nuk ka dhënë ende një qendrim zyrtar. Situata lë të hapur pikpyetje mbi rolin real që bordi i paqes do të luajë në arkitekturën ndërkombëtare të sigurisë dhe diplomacisë.